Peshkopia, një qytet I vjetër dhe I ri. I vjetër pasi historia ka vite që e përmend, por I ri sepse të tillë bën atë vitet e pushtetit popullor. Peshkopia, qyteti I aksioneve, kështu mund ta quajmë sot, se për Dibranët, aksionet janë bërë një fenomen I zakonshëm. Një aksion I ri shpërthen midis tyre, ndërtimi një bloku të madh ndërtesash me kontribut vullnetar. Shikon Dibranët që grumbullohen grupe, aty ku do të ngrihet lagja e re, dhe pa dashur sjell ndërmend vargun e aksioneve të tyre, dhjetorin e 67-s, hapjen e kanalit të Setës, të fushë Liajt dhe të Bulqizës në dhjetorin e kaluar. Janë përsëri të rit, si në çdo aksion, ata që përbëjnë forcën e madhe kryesore të aksionit, por s'mbeten prapa edhe të moshuarit, ata që mbajnë mbi supe kujtimet e luftrave patriotike e antifashiste dhe që tani derdhin djersën për lulëzimin e qytetit të tyre. Sa herë është shkruar për shoferët tanë trima, për ata që gjatë tërmetit dhjetorit 67-s kryen akte heroizmi. Po atë vendosmëri dhe vetmëim shikon tek shoferët edhe në aksionin e ri të banesave, duke furnizuar pa ndërprerje bllokun e madh të ndërtimit. Jo, nuk është prall, as fantazi poeti, që me lapsi në gojë vret mendjen e shkruan, ne kazmën rrokëm në dorë vet dhe me kazmën për masat e themeleve shënuam. Këtu drizat e ferrat ngjiteshin ndërmeja, ujërat e verdha vërshonin këndej me rëmbim. Në 100 dek ndaj këtu rëkeja, po u sulëm këtu kush e kush ma parë, burrat, gratë, fëmijët e pensionistët, u rënditën në vija themelesh si ndërlogore 500 ushtarë, nën punësit, mjekët, teknikët e specialistët. Kolektiv ka të njëjtin qëllim. Pranë kantierit të ndërtimit të banesave, është ngritur menca e punëtorëve. Të gjithë lëndën e drurit që nevojitet për banesat e reja dhe 650.000 copë qerpiç për katet e dyta u përgatitën nga fshatarësia kooperativiste. Është pikërisht ajo që këtë radhë vjen në ndihmë qytetit, ndryshe nga radhët e tjera kur qyteti shkon në ndihmë të fshatit. Puna vazhdon pa ndërprerje, ditën dhe natën, ndërsa para syve të vullnetarëve ngrihen muret e reja, ndërtesat e reja. Arriti faza e fundit e punimeve, suvatimi. Gjatë këtij aksioni u suvatuan 50.000 metër katror muratur. Një krenari të ligjshme ndjen Dibranët kur shikojnë lagjin e re që po ngrihet me punën e tyre, me djersën e tyre në më pak se 4 muaj nga 6 që ishte zotimi. Sa të lumtur dhe të gëzuar e ndjen veten këta banor në apartamentin e tyre të ri. Gjithçka e re dhe e bukur në shtëpinë e re për një jetë më të mirë, më të lumtur. Dibranët kudo janë në festë, ndërën dolli për partin, për shokun e nver, që I sollën këtë ditë të lumtura. Gëzuar lagjen e re, gëzuar shtëpinë e re, këto janë urimet e tyre atë ditë.